Tuneli luftës së ftohtë në Gjirokastër, një prej objekteve të trashëgimisë kulturore i ndërtuar në vitet e diktaturës, sot është kthyer në një atraksion mjaft tërheqës për vizitorë të shumt vendas apo të huaj, të cilët kanë kuriozitet për të njohur më tepër për mënyrën apo pse ishte ndërtuar ky objekt. I'm from Uruguay, South America. Jam nga Uruguay dhe kjo është era ime e parë në Shqipëri. Vendosa të vij këtu pasi një mik i imi e kishte vizituar Shqipërinë 3 vite më parë dhe më kishte folur shumë mirë për vendin. Edhe pse është larg nga Uruguay, pam disa video dhe menduam se ishte një vend i bukur për të vizituar. Në Gjirokastër kemi mbërritur sot. Deri tani kemi vizituar Kalan, tunelin e luftës së ftohtë dhe kemi shëtitur në pazarin e vjetër. Është hera ime e parë në Gjirokastër dhe jam vërtet i impresionuar nga historia e qytetit. Gjatë qëndrimit këtu, vizituam edhe tunelin e luftës, i cili ishte një eksperiencë shumë interesante dhe na ndihmoi të kuptojmë më mirë të kaluaren e vendit. Gjithashtu pam Kalan dhe shëtitëm në pazarin e vjetër. Gjirokastra ka një atmosferë të veçantë dhe jemi shumë të lumtur që zgjodhem ta vizitojmë. Sipas të dhënave nga janari deri tani, tuneli luftës së ftohtë është vizituar nga mbi 5.000 turistë. Vizitueshmëria për periudhën që jemi, duke nisur nga janari deri në fund të majit ose dhe aktualisht në mes të muajit qershor, është goxha e mirë krahasuar me vitin që shkoi. Rreth 5.000 vizitorë, të cilët janë të shumt, pjesërisht nga Europa, por edhe nga Australia, nga Amerika, nga Kina e largët, vinë dhe janë të interesuar për historikun e luftës në Shqipëri, por edhe originalitetin e këtij tuneli. Interesi më i madh për ta është periudha në të cilën u ndërtua, si jetonte Shqipëria gjatë sistemit diktatorial, dhe jo vetëm për këta tunela, por për të gjithë tunelet e tjerë të ndërtuar në Shqipëri, për plan strehimet e ndërtuara gjatë sistemit diktatorial, a janë shfrytëzuar, si janë shfrytëzuar, ndërtesa e këtij tuneli lë përshtypje të veçantë sepse originaliteti tregon faktet historike të asaj kohe. Tuneli luftës së ftohtë mbetet një dëshmi të cilin sot e tregojmë përmes kujtesës.